Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Për ata që nuk më njohin, unë jam Anisa edhe ky është kanali im i YouTube-it. Për njerëzit e rinj që kanë ardhur, ju uroj mirëseardhjen dhe shpresoj që t'ja kalojmë shumë mirë së bashku. Jam këtu me mikrofon, se do më pyesni çfarë kërkon ti me mikrofon. Po shikoni flokët e mia? I shikoni që po lëvizin dhe këtu afër kam edhe freskuesen sepse në Firenze ka arritur piku i vapës, kalon në 40 gradë, është me të vërtet nuk arrin të marrësh frymë. Unë që kam qenë gjithmonë përjashta me analiza me gjëra, ka qenë vdekje. Por këto do t'i shpjegoj në një vlog tjetër. Sot do të kemi një video, e keni parë tashmë edhe nga titulli, që do të kemi produktet e mia të preferuara për muajin qershor. Pa humbur kohë, le të fillojmë me produktin e parë. Unë nuk kam produkte të seleksionuara për kokën, shampo trupi, për çdo gjë, i kam thjesht vetëm për fytyrën. Do kap çfarë të më kapi dora. Gjëja e parë është ky sfinxheri i Morphit. Do ma shikoni sepse u leva pak dje, sepse bëra një content për në Instagram, por nuk e kam gjerë akoma. Dhe kjo është pak e pisët dhe koka këtu. Dhe dua t'ju them që kjo ka fituar zemrën time, është me të vërtet një nga spunjat më të mirë. Nëse doni një version që është pak më i lirë, kam këtë furçën, këtë spunjetën tjetër që është nga Shein, por para kësajt të Morphit, që hap edhe fondotintën me këtë hanë. Ky llastiku kthehet në ato dy anët. Fondotintën e bën atë fytyrë si porcelan, nuk duket asnjë gabim. Okej, unë në fytyrë përveç saj rrudhës tu që bëj gjithmonë kështu, nuk kam shumë, por dhe për rrudha do t'ju tregoj një hak shumë të bukur dhe shumë ekonomik që mund ta keni të gjithë në shtëpitë tuaja ose mund ta blini me një kostosh super shumë të ulët. Por vazhdojmë te tema jon, vazhdojmë me një produkt tjetër. Kjo është e Urban Decay, e kam ler këtë kur kisha fytyrën shumë të yndyrshme. Dhe po të them nuk arrita të hapja sepse kisha një tjetër të vogël dhe dua të them që ky është një produkt super shumë i mirë për vajzat që kanë fytyrën të yndyrshme edhe nuk i mban në verë, nuk i mban make-upi për shkak të vapës. Kjo këtu do ju mbroj dhe do ja lë fytyrën gjithmonë me make-up dhe pa hequr asnjë grimc të make-upit. Për mua kjo është një ndër must have për vajzat që kanë nevojë për një mbrojtje akoma më të madhe. Gjithashtu kam një tjetër spray për fytyrën që përdoret dhe para make-upit edhe pas make-upit, por kjo është një seti mis dhe të them të drejtën, si aromë, si në çdo gjë, ka një edhje delikate. Për fytyrat e thata kjo është super shumë e mirë sepse e mban fytyrën super të hidratuar, edhe kjo ka marrë zemrën time, kështu që oreu apo kruan thonjë. Nuk të lë. Andej ma tante tjetër do ta ble super shumë shpejt, do të ma shikoni kur ta ble tek Morphi, kështu që edhe kjo ka fituar pik në zemrën time. Një produkt tjetër që është i lirë, tu është bërë pis, por ta hapi, është kjo highlighteri i Revolution dhe ka një pigment aq të mirë, aq delikat, do t'ja demonstroj tani. Në lëkurë është kaq delikate sa ndihet si shkëlqim nga dielli. Tu ndoshta nuk tregohet siç duhet, por do t'ja tregoj unë pjesën tjetër. Shikojeni si e lë. Kjo ana këtej duket pak më mirë, se këtej është errësirë dhe nuk para duket shumë.
Orewa është më thanë duke qarë, nuk e di po vuan edhe ai i vapur, sado unë e lag me ujë, shikoni pak teksturën, prandaj ju thash, jo gjithmonë produktet e lira nuk bëjnë punë, edhe këto, unë kam hequr produktin që kushton dhe 30 euro, ja rova emrin për momentin, nuk po më kujtohet, nga vapa sigurisht, dhe mbajta këtë. Edhe kjo e meriton një pikë në zemrën time. Vazhdojmë me produktin tjetër. Produkti tjetër është kjo nga MAC, që kushton, le të them të drejtën, por për koston që e ka super shumë mirë, sepse është një fondotint pudër që nuk ta lë fytyrën që të krijoj krisje, ta mban gjithmonë në rregull. Kjo më ka pëlqyer më shumë nga pudrat e tjera që kam përdorur për fytyrën e thatë. Kjo vërtet kushton, por për mua është një must have që shumë goca duhet ta kenë. Jemi këtu tek një fondotint, kjo është e Alkemilës, e kam pasur një bashkëpunim me Bioshopperin. Aty kam pasur kam një shoqe që kishte thjesht një faqe që tregonte maska për kushte shtëpie dhe ajo ka arritur, ka nxjerr brandin e saj, gjithashtu sjell edhe marka italiane që janë bio. Një nga këto është dhe Alkemila, edhe më ka dhuruar disa produkte, gjëja që e bën me të vërtetë një fondotint super të mirë. Jam e dashuruar me erën e kësaj. 4 erën që përdornin mama tona më përpara, tani më përpara. Kush e di nga 90-ta, 85-a, kështu që i kam pasur dhe mami një produkt që mbante erë kështu, o sa erë të mirë. Kjo e ka akoma. Dhe për vajzat që duan një mbulim, kjo jep mbulim mesatar, por më shumë nga mesatar. Për gjatë gjithë kohë. Për fytyrat e thata është më mirë të përdoret tani në verë, sepse në dimër e tham pak më shumë, por nëse ju i hidhni një fixing spray që është hidratues, atëherë nuk do keni probleme me tharjen. Unë vendosja gjithmonë këto dhe më rinte fytyra super shumë mirë. Të vazhdojmë me produktin tjetër që është kjo e Sephorës. E kam pasur dhurat për ditëlindje, gjithashtu kam dhe një tjetër dhurat për të trequr, por nuk e kam trequr. Më thoni mua për ngjyrat që shikoni sa të bukura i ka. Për herë të parë, unë do t'ju them në lidhje me blashin, dua t'ju them që nuk më ka pëlqyer kur blashi dhe nuk vendosja asnjëherë blash në fytyrë. Por thash një ditë ta provoj me këto një herë, e provova dhe një ngjyrë të bukur që lë kjo, nuk e kam parë në asnjë tjetër. Që atë ditë unë vendosa që blashi më pëlqen dhe po bën tani tashmë një vit që unë blashit nuk i ndahem kur. Ju tregoj pak ngjyrat e i ka me të vërtet super dhe mua më pëlqen super shumë fare. Dhe kjo e meriton një vend në zemrën time dhe sigurisht që këto dy ngjyra do t'i kërkoj tek Sephora. Ndonjë ditë kur mund të bëj një kohë e vrentur. Produkti tjetër që mua më super pëlqen është kjo e Essence Bright Ace. Unë e vendos thjesht vetëm për kontur te pjesa e undës këtu anash dhe pak fare këtu, sepse nuk dua që të më tregoj super shumë të bardhë te pjesa këtu, se jam vetë e bardhë, edhe të vendos dhe këto do dukem më shumë e bardhë. Më stërpëlqen, nuk krijon krisje në fytyrë apo të tregoj poret. Kjo është me të vërtet super dhe kushton shumë pak te esenca. Esenca
esencë kohët e fundit po nxjerr super shumë produkte cilësore dhe me çmim ekonomike. Do t'ju them që është një ndër preferuarat e mia, se ka një teksturë delikate. Unë që jam kufon, por tani jam nxirr pak nga djedhi sepse kam shkuar në plazh, dhe dua t'ju them që kjo e bardha, për vajzat që janë shumë të bardha, duhet të bëjnë çik kujdes se do një çik punë që ta hapësh, të ri bukur në fytyrë, por me ngjyrat e tjera që janë pak më esmere, le të themi, mbulimi është super shumë i bukur. Tani besoj se nuk do më vi më mirë, sepse jam nxirr, por sa po të filloj nëntori, dihet që fytyra nuk ma mban fare ngjyrën. Kjo është një eyeliner nga Essence, edhe kjo ka ngjyrën kafe. Më pëlqen shumë, e kam përdorur tek disa video. Do t'ju tregoj edhe tani se si duket në lëkurë. Në sy duhet ta vendosësh 2-3 herë që të japi atë ngjyrën që ti dëshiron. Vazhdojmë me një produkt tjetër që është po dhe kjo eyeliner, dhe ka nxjerr së fundmi Essence këtë eyeliner që është duo. Një është eyeliner dhe tjetra është korrektor. Do t'ja demonstroj tani. Ka qenë në shtrirë dhe duhet të ri me kokë, kështu që të nxjerri. Dhe nga jo. Korrekt. Po. E fshivi dhe ju mund ta fshini. E fshiu dhe ju mund ta fshini shumë lehtësisht, pastaj pa lënë prishje të make-upit. Vazhdoj me produktin e parafundit, që është kjo lapsi nga Makeup. Ky është lapsi i Mesaudës, që është ndër të preferuarat e mia. Shikoni pak se si shkruan. Ka një ngjyrë të plotë, edhe të zezë, shikoni pak. Ngjyrën e ka super shumë të mira. Produkti i fundit që kam, nuk mund të rija pa nxjerr edhe këtë të Clinique, është një Pep Start A-Cream. Është një krem për syt, edhe kjo sa herë që e vendos te syt, ta lën ndriçimin e bukur të syrit dhe nuk duken ato njollat e zeza në fytyrë, të paktën tek unë që nuk kam shumë hije të zezë te fytyra, vetëm si në këtë kohë që kam vavë dhe duket që trupi nuk është mirë, dalin ato rrafët e zi, gjë që me këtë kur e vendos tek fytyra nuk e tregon. Kështu që kjo është ky produkt është me të vërtet shumë i mirë. Videos, kjo ishte e gjitha. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video edhe t'ju ndihmoj me gjërat që doni të zgjidhni. Ju a kam thënë gjithmonë edhe po e përsëris prap. Jo gjithmonë produktet e shtrenjta janë më të mira. Ka edhe produkte vërtet të mira që janë me një çmim ekonomik, siç mund të jetë Revolution, Essence që po bën revolucion në produkte që po jep, po nxjerr me të vërtet produkte cilësore, kështu që unë ju a thash fjalën time, tani keni ju të drejtë për të vendosur. Mos harroni të më bëni një subscribe, sepse kjo gjë më ndihmon shumë dhe më bën që edhe në këtë vap që është, unë të motivohem dhe të bëj akoma më shumë video. Ne do të shihemi në një video tjetër që do të jetë të njëjtën. Edhe kujdesuni për vete në këtë vap. Pini shumë ujë. Mirupafshim!